Miqtë e një jete në mjediset e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, shënuar 70 vjetorin e lindjes së një poeti i cili ka shenjuar poezinë shqipe me vargjet e tij. Me që rast, u ribotuan dy vëllimet poetike, Udha. Është një ndër ato vepra themelore të poezisë shqipe, sipas poetit Arjan Leka, një herazi përzgjedhësi poezive që gjende në këto vëllime, është ky një moment me opak rëndësi në krijimtarinë e poetit dhe raportin e tij me lexuesin. Risjellja në botimin e dytë nënvizon më shumë se gjithçka tjetër estetikën, pra ajo që është jetë gjatë në krijimtarinë e Xhaveri Spahiut. Janë dy vëllime të sistemuara nga ana kronologjike, vijnë të plotësuara me shënime kritike, me shënime redaktoriale. Nga ana tjetër, të dy veprat bëhen tepër interesante për shkak të disa artefakteve që kanë secili brenda. Udha e parë është konceptuar si një galeri arti ku janë portretet e Xhaveri Spahiut realizuar nga piktor të shquar shqiptar. Vëllimi i dytë është konceptuar si një koleksion dëshkrimesh ku nga libri në libër autori ka dhuruar 7 dëshkrime të panjohura. Për të shënuar botimi i asaj çka ka qenë ndaluar. Është ajo poezia e famshme që më shumë është përfolur se sa është dëshmuar, pra nuk është se nuk ka qenë e botuar, por lexuesi dhe aq më pak njerëzit që janë marrë hulumtimin e kësaj krijimtarie nuk e kanë pasur në vëmendje maksimale. Është ajo poezia që referohet Sartrit, qortuar, kritikuar shumë rënd, jo nga nomenklatura ulët, por nga nomenklatura më e lartë, e cilësuar me emër dhe me varg, për ndikime nga ekzistencializmi sartrian. Gjendur në Tiranë posaçërisht për të shënuar këtë 70 vjetor lindje të poetit Xhavahir Spahiu, akademiku Aliu flet për një poet, një dimensioni te i kombëtar. Ante Popovski ishte redaktor i antologjive të poezive Ballkanas. Ajo që ishte befasuese që s'mu të harroj asnjëherë, Anti më tha, unë kam zbuluar një poet të madh evropian, që është mbi poetët bashkor bullgar, grek, ka një originalitet dhe një modernizm evropian, por që është shumë original që unë se kam përjetuar në asnjë poezi tjetër të Ballkanit. Unë kisha po ashtu besim për Xhavahir Spahiun si një nga poetët më të mëdhenj të shekullit 20 poezisë shqipe. I lindur 1 marsin e vitit 1945, pas përfundimit të studimeve, Xhavahir Spahiu që një ndër gazetarët e zëshëm të kohës, më pas ai spikati me krijimtarinë e tij, e sot është një ndër poetët më përfaqësues të poezisë shqipe.